Ilir Meta do të vijojë të jetë kryetari i kuvendit deri më datë 24 korrik, ditën kur dhe ai do të betohet si presidenti i Republikës. Por nga sot në mbrëmje ai do të largohet nga drejtimi i LSI-s për t'ia lënë këtë detyrë nën kryetarit dhe bashkëpunëtorit të tij më të afërt, ministrit Petrit Vasili. Pas përfundimit të listave të kandidatëve për deputet nga kryesia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të heq dorë nga ky funksion dhe nga të gjitha funksionet drejtuese në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nuk është detyra dhe obligimi im që të bëj premtime për 4 vite të ardhshme në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kështu që do të jetë detyra dhe përgjegjësia e zotit Petrit Vasili. Meta kujdes të saktësonte se dhe marrëdhëniet mes PS-s dhe LSI-s tashmë janë në dorë të Petrit Vasilit dhe strukturave drejtuese. Duke u ndalur tek situata politike në vend, presidenti i zgjedhur edhe një herë shprehu gatishmërinë e tij për të takuar me KDO dhe për të gjetur një zgjidhje për situatën në vend. Në bashkëpunim me presidentin Nishani dhe me opozitën do të dëshiroja, me kryeministrin, me drejtues të tjerë, për të kontribuar që vendi sa më shpejt të ketë një proces tërësisht normal dhe gjithëpërfshirës zgjedhor.